Kali filloi të shkelmonte arkivolin, kur kapaku e arkivolit u qa, njerëzit dëgjuan të qara. Në fermën e Igorit, një atmosferë dashurie dhe kujdesi për kafshat përshkonte çdo cep, duke rezatuar ngrohtësi dhe tek ata që thjesht kalonin. E streuar mes livadheve të gjelbërta dhe viseve komode, ferma kishte qenë një vend i shenjtë për bagëtin dhe kuajt për breza të tërë. Prindrit e Igorit, mbarshtues të përkushtuar, i kishin rinjosur një respekt dhe dashuri të thellë për krijesat që ushqenin. Si fëmijë, Igor shpesh i kalonte ditët duke u kujdesur për kuajt, duke krijuar lidhje që te kalonin kujdesin e thjeshtë. Këto krijesa madhështore për të u bën më shumë se kafsh. Ata ishin shok, aleat dhe shpesh miq. Në moshën 48 vjeçare, jeta e Igorit mori një kthes të papritur kur dëgjoi për një mës të sëmurë të quajtur Snowball. Gjendja e voglit ishte e rëndë dhe pronarët e tij kishin vendosur që eutanazia të ishte e vetmja mundësi humane e mbetur. Megjithatë, Igori nuk mund ta duronte mendimin për të hequr dorë nga krijesa e pafuqishme. Pavarësisht paralajmërimeve nga veterinerët dhe miqtë se shpëtimi i Snowballit ishte një kauzë e humbur dhe mshuria e Igorit e rrezoi logjikën. Ai bleu mëzin, i vendosur për t'i ofruar atij një shans për jetë dhe lumturi. Ai monitoroi me kujdes dietën e mëzit, duke u siguruar që ai të merrte lëndë ushqyese të nevojshme për të forcuar trupin e tij të dobët. Ai rregulloi temperaturën në stall për ta mbajtur Snowballin të rehatshëm dhe pa rryma që mund të përkeqësonin gjendjen e tij. Igor madje filloi të hulumtonte terapi alternative, i dëshpëruar për të gjetur ndonjë gjë që mund t'i jepte shokut të tij të ri një shans për të luftuar. Për te kujdesit fizik, Igor ofroi diçka që asnjë ilaç nuk mund të ofronte: dashuri të pakushtëzuar dhe mbështetje emocionale. Ai kaloi orë të panumurta duke ulur pranë Snowballit, duke i folur me zë të ulët, duke përkëdhelur gëzofin e tij prekadifeje dhe duke inkurajuar të vazhdonte të luftonte. Këto momente krijuan një lidhje midis njeriut dhe mëzit që duket pothuajse mistike, një lidhje rinjosur në elasticitetin dhe shpresën e përbashkët. Ditët u kthyen në javë dhe javën në muaj. Ngadalë, por me siguri, Snowball filloi të shfaqte shenja përmirësimi. Oreksi i u kthye, këmbët i u bën më të qëndrueshme dhe sytë e tij, dikur të zbehur nga lodhja, shkëlqenin me gjallëri të re. Kundër të gjitha gjasave, Snowball jo vetëm që mbijetoi, por lulëzoi. Ai u rit në një kal të fortë dhe energjik, me gëzofin e tij që shkëlqente në rrezet e diellit ndërsa galoponte nëpër fusha. Rrimëkëmbja e Snowballit u bë një simbol i shpresës dhe vendosmërisë, duke frymëzuar gjithë ata që e dinin historinë e tij. Por jeta, si gjithmonë, kishte rezervuar kthesat e veta. Ndërsa Snowball lulëzoi, shëndeti i Igorit filloi të përkeqësohet. Vitet e mëdha të punës së palodhur dhe përkushtimit pamëshirshëm ndaj fermës së tij kishin dëmtuar trupin e tij. Ai u sëmur dhe energjia e tij dikur e pakufishme u zbe. Rolet u kthyen. Tani ishte Snowball ai që qëndroi në krahët e Igorit, duke ofruar ngushëllim dhe shoqëri në ditët e tij më të vështira. Kali duke se ndjente vuajtjet e pronarit të tij, duke shtyr butësisht me surat dhe duke qëndruar vigjilent jashtë dritares së tij. Një ditë fatale ndodhi një tragjedi. Igor pësoi një atak të papritur në zemër dhe ndroi jetë. Familja e tij, e goditur nga pikëllimi, filloi përgatitjet për funeralin. Snowball megjithatë ishte i pangushëllueshëm. Zërat vajtues të kalit jehonin në përferm, një kujtim prekës i lidhjes që ndante me Igorin. Gjatë funeralit, ndërsa arkivoli i Igorit ishte i hapur për shikimin përfundimtar, sjellja e Snowball u bë me çrregull. Ai u ofrua arkivolit, lëvizjet të qëllimshme dhe të mbushura me urgjencë. Me një forcë të habitshme, ai e shtyu kapakun minjanë dhe nuati i formën e qetit Igorit. Ajo që ndodhi më pas i la të gjithë të habitur. Gjoksi i Igorit u ngrit dhe sytë e tij u hapën. Ai gulçoi për ajër, i çorientuar, por shumë i gjallë. Një mjek që merrte pjesë në funeral u fut shpejt, duke shpjeguar se Igori kishte përjetuar një gjendje të rrallë mjekësore të njohur si katalepsi. Kjo gjendje, e cila imiton vdekjen duke shkaktuar paralizë dhe pavetdije të përkohshme, i kishte mashtruar të gjithë duke besuar se Igori kishte vdekur. Intuita dhe vendosmëria e Snowballit kishin shpëtuar jetën, duke kthyer atë nga pragu i varrosjes së gjallë. Për ata që dëshmuan ngjarjen e mrekullueshme,
Snowball u bë një ero, një dëshmi e gjallë e lidhjes së jashtëzakonshme midis njerëzve dhe kafshëve. Rrimkëmbja e Igorit ishte ngadalë, por me Snowball në krah, ai gjeti forcën dhe qëllimin e rinovuar. Së bashku, ata vazhduan të frymëzojnë të gjithë ata që vizituan fermën, duke dëshmuar se dashuria dhe besnikëria mund të bëjnë vërtet mrekulli. Ndërsa ringjallja e mrekullueshme e Igorit u bë biseda e fshatit, historia e besnikërisë dhe intuitës së pabesueshme të Snowballit u përhap shumë më gjerë. Njerëzit u udhëtuan nga qytetet e fqinje për të parë kalin e mrekullueshëm që kishte sfiduar të gjitha gjasat, jo vetëm që i mbijetoi një sëmundje gati fatale, por edhe duke shpëtuar pronarin e tij nga një varim i parakohshëm. Topi borës u bë simboli i shpresës, elasticitetit dhe i lidhjes së pathyeshme midis njerëzve dhe kafshëve. Për Igorin, megjithatë, përvoja ishte më shumë se thjesht një mrekulli. Ishte një shans i dytë në jetë. Pavarësisht nga gjendja e tij e dobësuar, Igor filloi ngadalë të rifillonte rutinën e tij të përditshme. Snowball gjithmonë pranë tij, duke se ndjente kur Igor kishte nevojë për mbështetje shtesë. Kali shtynte të hapte dyert e stallave, merrte veglat me dhëmb dhe madje i çonte kafshët e tjera në vendet e tyre të caktuara. Këto akte inteligjencë dhe dashamirësie i mahnitën të gjithë, duke forcuar më tej statusin legjendar të Snowballit në komunitet. Ndërsa javët u zhndruar në muaj, Igor reflektoi mbi jetën e tij dhe mësimet e shumta që i kishte dhënë. Ai vendosi t'ia kushtonte fermën e tij kujdesit dhe rehabilitimit të kafshëve në nevojë, një lloj si Snowballi dikur. Mendimin e familjes së tij dhe njerëjeti në rritje vullnetaresh të frymëzuar nga historia e tij, Igor zgjeroi objektet e fermës. U ndërtuan stallat të reja, u zgjeruan kullotat dhe u shtua një klinikë e vogël veterinarie për të ofruar kujdes mjekësor në vend për kafshët e lënduara ose të sëmura. Transformimi i fermës solli një ndjenjë energjie dhe qëllimi të rinovuar. Kafshët e gjitha llojeve filluan të mbërrinin në vend strehim, kuajt keq trajtuar, qenë ndacak, viça jetim dhe madje disa krijesa egzotike të shpëtuara nga tregtia e palishme. Çdo kafshë mori të njëjtën dashuri dhe kujdes që Igor i kishte dhënë Snowballit dhe nga ana tjetër, shumë prej tyre lulëzuan përtej pritjeve. Snowball, tani maskota jo zyrtare e fermës, e priste çdo ardhje të re me kuriozitet dhe ngrohtësi, sikur t'i mirëpriste një familje më të madhe. Një ditë, një vajzë e re me emrin Lila vizitoi fermën me prindërit e saj. Ajo kishte lindur me një dëmtim të lëvizjes që e bënte të vështirë për të ecur pa ndihmë. Duke dëgjuar historinë e Snowballit, prindërit e saj shpresonin që ferma t'i ofronte asaj një frymëzim. Ndërsa Lila ju ofrua me kujdes sheshit, Snowball ju ofrua asaj me lëvizjet e tij ngadalta të qëllimshme, sikur të ndjente hezitimin e saj. Ai uli kokën, duke lejuar atë ta përkëdhelte dhe lidhja ishte menjëhershme. Gjatë javëve në vijim, Lila vizitoi rregullisht fermën. Në drejtimin e Igorit, ajo filloi të jepte në Snowball një përvojë që duke se zhbllokoi një besim të sapo gjetur brenda saj. Ecja e qëndrueshme dhe natyra e butë e kalit e ndihmuan Lilën të forconte muskujt e saj dhe të përmirësonte ekuilibrin e saj. Së shpejti, ajo ishte në gjendje të jepte në mënyrë të pavarur, e qeshura e saj joi në përfusha. Snowball jo vetëm që e kishte ndihmuar fizikisht, por gjithashtu i solli gëzim dhe një ndjenjë lirie që nuk e kishte njohur kurrë. Historia e Lilës ishte vetëm një nga shumë. Me kalimin e kohës, ferma u bë një fener shprese për njerëzit dhe kafshët. Fëmijët me aftësi të kufizuar, veteranët që luftojnë me stresin post-traumatik dhe individ që përballen me humbjen, gjetën ngushëllim brenda përqafimit të tij mikpritës. Igor shpesh vërente se ferma ishte rritur në diçka shumë më të madhe nga sa ai kishte parashikuar ndonjëherë. Një vend ku shpirtat e thyer mund shëroheshin dhe ku e pamundura bëhej e mundur. Ndërsa Snowball plakej, roli i tij në fermë u rit. Megjithëse ai nuk ishte më aq i lezetshëm sa dikur, prania e tij mbeti një burim ngushëllimi dhe frymëzimi. Vizitorët mblidheshin shpesh rreth sheshit të tij, duke dëgjuar Igorin tregonte historinë e mëzit të sëmurë që kishte sfiduar vdekjen 2 herë. Trashëgimia e Snowballit ishte endur në vetë strukturën e fermës, një kujtesë e gjallë e fuqisë, dashurisë, elasticitetit dhe mundësive të dyta. Në vitet e tij të mëvonshme, Igor shpesh e gjente veten të ulur në nijen e një listi të madh, Snowball duke pushuar pranë tij. Dy shoqëruesi do të shikonin veprimtaritë e përditshme të fermës të shpaloseshin, të kënaqur me njohurinë se lidhja e tyre jo vetëm kishte ndryshuar jetën e tyre, por gjithashtu kishte prekur zemrat e të tjerëve të panumurt. Igor e dinte se një ditë
Snowball do të kalonte, por ai ngushëllua me mendimin se shpirti i Kalit do të ishte përgjithmonë një pjesë e trashëgimisë së fermës. Kur Snowball përfundimisht të ngordhi, i gjithë komuniteti u mblodh për ta nderuar atë. Një gur i madh ishte vendosur në qendër të fermës, të gdendur me fjalët: Topi i Borës, një mik i vërtet, një hero, një legjend. Memoriali u bë një vend grumbullimi për reflektim, një dëshmi e lidhjes së jashtëzakonshme midis njeriut dhe kalit të tij. Igor vazhdoi drejtonte fermën për shumë vite. Zemra e tij u formua përgjithmonë nga mësimet që Snowball i kishte mësuar. Kur përfundimisht doli në pension, ai u besoi shenjtoren fëmijëve të tij, duke u siguruar që misioni i tij të vazhdonte për brezat e ardhshëm. Ferma mbeti një vend shpresë dhe shërimi. Fushat e saj jeonin me të qeshurat e fëmijëve dhe tingujt e butë kafshëve që lulëzojnë një stret dashurie. Historia e Snowballit jetoi, u tregua dhe u ritregua nga ata që vizituan fermën, u bë një prallë e përcjell ndër vite, një kujtese edhe përballë mosmarrveshjeve të pakapërcyeshme, dhe mshuria dhe këmbëngulja mund të krijonin mrekulli. Dhe kështu, trashëgimia e Igorit dhe Snowballit vazhdoi, një testament i përjetshëm i fuqisë së qëndrueshme të miqësisë dhe potencialit të pakufishëm të lidhjes njeri-kafsh.